vi njerëzit me ble, gjithmonë këtu do jenë. Para se të fillojnë me ble të pronat e genërdyshit, ka me pa këta banor që është vjellë prona. E shohin pastaj do blena apo s'do blen, se nuk ka shqiptar që do hedhin djersa në një tokë të vjellur. Një gjatë e tmerrshme që ka ndodhur sot, dhe është këmbana alarme për drejtësinë që nuk vepron në kohë, që flet gjuhë mbi dosjet tona, sot kanë gjujt me armë. Kena një kris me armësh në kantier poshtë, na jena të rruga lartë në mal, poshtë e kantier ka pas kris me armësh. Dhe për këtë, bëjmë thirrje shumë marrë drejtësisë, policisë shtetit ta hetojnë kush është që do me tram banor, që do me intimidu protestuesit. Nuk na tramni me armë. Gjuni sa doni, e kena venosna, këtë tokë nuk e lëshojmë, sa tjera gjallë. Da gjuni neve kena fëmijë, kena tirë, nuk na tramni dhe nuk na intimidoni. Ka shku policia, thane të gjume, ka shku me verifiku, akoma s'ta ka të nësë përgjigje kush ka gjujt, që ka nërë, si ka nërë, ama absolutisht bjeta banorëve sot, në token e tyne, në token e gjyshëve tyne, është fund me zik. Policia shtetit, sa rik tonë, vje me shkojtje poshtë, edhe me gjithë se kush ka gjujt, për me intimidu dhe me tram banorë.